e ke pa. Ata nuk kanë qenë ata persona që kanë mujtë mua anku se diçka tjerë, por unë e kom dëgju për doktorin Adem Ademi, por ju që e kam njoft. Unë e kam njoft Tahir Recajn, i cili pra vinte nga Jazon. Por ato ishin një grup, prindër mi të tjerë të njëfshin. Por në mesin aty kishte edhe qindra persona tjerë. Dhe në atë kuflit që ishte një korridor që kishin dalë disa grupe në Malëzi, por nuk kam qenë dijeni që grupi intelektualve është të bëni përpjekje të tillë. Krejt që më kujtohet një herë di që ju kom ofru ujë, edhe në ditë zakonta ka pas lëvizje zakonta nashta për 4-5 ditë ose dhe ma shumë që grupi është sill pikërisht në atë pjesën aty. Proboniqi dhe Kopriva janë dy fshatra shumë pranë njëra tjetrës dhe ka pas lëvizje të shkurtra nga fshatin, nga njëri fshat në fshatin tjetër. Dhe ka pas, aty kanë qenë, janë dy fshatra shumë të vogla, me shumë pak shtëpi, por që në aspekt strehimit dhe zemrës të madhe kanë pas shumë për shkak që kanë gjetë shumë streja aty. Prandaj nuk ka pas ndonjë organizim madhor edhe që kemi pas një ori që ky grup po niset, por vetëm kanë qarkullu informata. Pastaj ne kemi dëgju që grupi është nis dhe ka është ndeshur në prit, për shkak që edhe ata që kanë shpëtu janë kthy ka njëjta rrugë dhe kanë dhënë informacione të tilla. Nuk kanë shku edhe shumë ditë, mandej edhe ai fshati ku kemi qëndruar aty është djeg dhe është shkatru, por deri në ato momente ka qenë një fisnikëri e madhe njerëzve aty. Në këtë rast, ndoshta e kisha ndodhe një rrëfim personal, kur në kohën kur ishin tensionet e mëdha, vetë se u largojke nga Kosova ose Beja, gjyshi kishte dërgu shumë mira kilogram mill të panatyrshme për familjen tonë, dhe ishte befasi pse. Dhe në atë rast gjyshi tha ju nuk e dini çka është lufta. Realisht, ai mill ka shpëtu shumë familje, dikon rreth 100 kg ditë mill janë gatu për buk, për njerëz dhe refugjat që janë strehu atje. Dhe ka qenë një farë mënyre aja që na ka majtë gjallë edhe ne si familje, po dhe shumë të tjerë. Kjo ishte mira, ndërsa